Sa duhet të zgjas seksi në shtrat? A ekziston vërtet një kohë ideale për seksin? Shumë njerëz mendojnë se seksi duhet të zgjas 30 minuta, 1 orë ose edhe më shumë për të qenë i mirë, por kjo nuk është e vërtetë. Studimet mbi kohëzgjatjen e marrëdhënies seksuale tregojnë se kur flasin vetëm për penetrimin deri në ejakulim, mesatarja është rreth 3 minuta. Por kjo nuk do të thotë se 5 minuta janë norma që duhet arrijë çdo çift. Një marrëdhënie seksuale e kënaqshme nuk matet me kronometër. Për disa çifte mund të jetë më e shkurtër, për të tjera më e gjatë. Ajo që ka më shumë rëndësi është komunikimi, kënaqësia e të dy partnerëve dhe fakti që askush të mos ndihet nën presion për të performuar. Pra, mos e matni cilësinë e seksit me minuta. Seksi i mirë nuk ka një kohë të detyrueshme. Ka rëndësi si ndiheni të dy, jo çfarë tregon kronometri. Nëse mendoni se seksi duhet të zgjas më shumë se kaq, shkruani në komente. Sa mendoni ju se është koha ideale?